dy gjunahe, vetëm sa ata e kanë merituar, pra ai popull e ka merituar ndëshkimin e Allahut, ruaj na Zot për ndëshkimin tënd. Imoraliteti dhe kamata. Ai që e bën kohën është njeriu. Situatat është pikërisht njeriu. Njeriu ka në dorë të punojë mirë dhe të shndrojë shoqërinë të gjithë në të mirë. Por ka në dorë, ja ka lënë Allahu xhelle xhelalu të punojë keq, mos na bëjë Zot për punë ligëve, edhe të bëhet model vazhdimisht për keq. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk shfaqen në një popull. Vini re, nuk shfaqen, pra nuk bëhen publike në një popull dy gjunahe, vetëm sa ata e kanë merituar, pra ai popull e ka merituar ndëshkimin e Allahut, ruaj na Zot për ndëshkimin tënd. Imoraliteti dhe kamata. Imoraliteti dhe kamata, kur publikohen, kur miratohen qovë dhe me heshtjen e njerëzve, kur shihen si zgjidhje, në atë çast e kanë merituar që të gjithë ndëshkimin e Allahut na ruaj Zot për gazebit tënd. Të nderuarit e mi, njeriu është krijesë prej ndjenjash, me arsye, me ndjenja. Kur ai do të ushqejë besimin, kur arsyes do të ushqejë besimin, do të bëhet krijesë që vetë përmbahet, i njeh kufit që i ka caktuar Allahu xhelle xhelalu për të, do të ngrihet një grad shumë të lartë, në gradën mbi me lajket. O ti i ri, nuk do të jesh i ri për gjithmonë. Nuk do të jesh në këtë dynja për gjithmonë. Mundësia që t'jepet si sprovë prej Allahu xhelle xhelalu. O ti që krenohesh me simpatinë që mund të ketë dhënë Allahu, që krenohesh me fizikun që ta ka dhënë posërish Allahu, dije se këto i ke amanet për Zotit, ka për të pyetur se çfarë veprove me to, ka për të pyetur për syt se ku i lëshove, ka për të pyetur për veshin se vallë çfarë dëgjove, ka për të pyetur për gojën se çfarë fole me të, për çdo gjymtyr, të cilën ta ka lënë në përdorim i madh i Allah se nuk i kemi tonat, ka për të pyetur për të gjitha.